Një vendim nga gjykata e lartë në mars të këtij viti jep detaje për mënyrën se si Ervis Martinaj, i zhdukur prej 9 gushtit të vitit 2022, u vënë në akuzë edhe për mbajtjen e municioneve dhe mbajtje pa të drejtë të uniformës së policisë. Policia nuk arriti ta kapë në kohën e ngritjes së akuzës Ervis Martinaj, por prova e fortë që ka është pikërisht përdorimi i furçës së dhëmbëve në hotelin ku ai qëndronte. Në dosjen e gjykatës së lartë thuhet se rezultatet e ADN-s nga mbetjet në furçën e dhëmbëve dhe veshjeve të gjetura në dhomë përcaktuan të jenë identik me profilin gjenetik të Ervis Martinajt. Bëhet fjalë për hotelin Zeus Garden, afër Inasit, në pronësi të Armand Mërlikaj dhe Ergys Mërlikaj, ku policia më 19 maj 2022 ushtroi kontrolle pas marrjes së informacionit se Martinaj gjendej në këtë hotel. Sipas përshkrimit të ngjarjes në dosjen e gjykatës së lartë raportuar nga Newsbomb, efektivët gjetën në dhomën 406, ku Martinaj qëndronte, një pistolet me mbishkrimin SIG, një krëhër me 7 fishek, jelek me mbishkrimin policia, portofol dhe bexha policie, maska me ngjyrë të zezë, doreza antiplumb dhe 2 pranga.